Ish-banori Big Brother VIP Ilir Vrenozi ka reaguar ashpër pas akuzave të fundit se ai është shitur te Top Channel dhe se po bashkëpunon me Ervin Saljanjin. Përmes një videoje me tone mjaft të rënduara, Vrenozi ka zbuluar detaje financiare nga marrëveshja e tij me produksionin. Sipas Vrenozit, hyrja e tij në Big Brother nuk ishte thjesht një dëshirë për famë, por një vendim i kushtëzuar nga gjendja financiare. Ai ka rrëfyer bisedën me drejtuesit e televizionit kur u pyet se për çfarë kishte nevojë. U thash shqip, duhet të heq nga puna nusen që të mbaj motrën e sëmur, pasi unë do isha brenda. Ata më thanë që atë rrogë do ta paguajmë ne. Ishte fiks 600.000 lekë të vjetra. U shpreh ai duke sqaruar se kjo pagesë shkonte për të mbuluar mungesën e të ardhurave nga bashkëshortja e tij gjatë kohës që ai ishte në lojë. I prekur nga komentet që e cilësonin si të shitur te Top Channel dhe si mbështetës të Saljanjit, Vrenozi ka përdorur një fjalor mjaft të rëndë dhe betime ekstreme për të vërtetuar vërtetësinë e fjalëve të tij. Më vdekshin fëmijët nëse gënjej, dëgjohet të thot ai në video reagim, ndërsa këmbgul se nuk ka tradhtuar idealet e tij. Ai ka dashur të bindë ndjekësit dhe bazën e Partisë Demokratike se mbetet besnik i forcës së tij politike dhe se çdo veprim apo bashkëpunim ka qenë vetëm për arsye mbijetese dhe familjare e jo për pazar politik. Reagimi vjen si pasojë e një fushate denigruese nga adresa në rrjetet sociale që e akuzonin atë për afrim me eksponent të caktuar brenda opozitës, me të cilët ai më parë ka pasur përplasje. Vrenozi ka cilësuar këto sulme si shpifje të ulta që synojnë të dëmtojnë imazhin e tij publik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.